Plera Ira mallkimi më i madh i Shqipërisë është vetë shqiptari. Ne jemi ai popull I cili po I qepim vendin tonë me dashje të plot dhe aq pak njerëz kanë ngelur atje. Po se ka mundësi që unë shoh një lajm kaq degenerues të jeta shef, shoh që denoncohet thethi, denoncohet që plerat në theth po mbyten atje dhe bashkia nuk po vjen. Po pse atë rrit zoti, po thethi është vend I mrekullueshëm, ka natyrë malore fantastike, ka ajër, ka ujvarat, ka syrin e katër I ka të gjitha thethi. Po pse më bashkia ta ka farin që ty ka vënë 3 kosha të marrume plerash, 3 kosha të marrume. Dhe këto 3 koshat që janë, ti shkon dhe plerat I hedh jashtë. Ti nuk I hedh as mrena, është ti shkosh tek banja, të shofësh WC-n, të shofësh vrinën dhe të dhjesësh te plakat. Edhe pastaj të ankohesh te hidrauliku që shikohet valla se banja nuk po funksionon mua. E kupton se çfarë bëni vetes, më plak. Se unë jam kundër sistemit rilindjes në mënyrë absolute, ju e dini shumë mirë pikpamjet e mia politike. Po këto pikpamje politike do të funksionojnë me një farë sens logjik, se sa ka fajin bashkia ty më lart se ti hedh plerat në rrugë. Ti merri kosh plerash, ruhet e shtëpia dhe prite kur vi makina plerash, se nuk vjen as makinë plerash në nasin në botës 2 herë në ditë ty valla, se punon për ty bashkia o plak. Jo më valla, vjen një herë njavja valla. Dhe ku ta caktojnë datën ata dhe bjerë zot se ti në datën e caktuar si ke nxjerr plerat jashtë, se të rrasin gjobën, mundësisht edhe ti seleksionosh. Tani mishë vend jonë është rrumball. Po mos e shkatroni më natyrën, se natyra është e jona më. Aty vinë ato miliona turista që të hanin bukë dhe një vit më shumë, nuk ja jep bashkia, po ja jep kratja juaj, gjaku juaj dhe ajo tokë mrekullueshme që na ka bekuar Zoti. Ruajini tokën dhe denonconi ku diet për denoncu. Dhe mësoni të jeti plerat e fkoshë plerat dhe se la koshën e nomen 2020.